Po ka diçka, në Lezhë, sepse po ta shikosh me vëmendje, aty ku janë kandidat, aty ku janë kryetarë bashkish, të cilët nuk kanë një, por i kthem prapë ajo që thash, protagonizëm mediatiko, politik, janë çik të ndrojtur, janë çik të tërhequr, zoti Rama i ka çuar njerëz tërësisht politik. Ndërsa në ato zona, për shembull në Lezhë, kryetari i bashkisë zoti Ndreu është njëri që dominon skenën politike atje, të Partisë Socialiste. Dhe thuaj që edhe me zotin Manja kishin divergjenca kohët e fundit. Zoti Rama ka çuar njëri teknik, i cili nuk është pjesë e klaneve politike atje. Pra, kjo është ajo që shkojnë dublimi që ka bërë zoti Rama. Rama faktikisht me zotin Ermal Nufi, sepse qarku i Lezhës, drejtuesit politik të qarkut Lezhë, qoftë nga PD-ja, qoftë nga PS-ja, nuk i përkasin komunitetit mirëditor. Pra nuk vinë nga... Mirdita ka 80% të dominancë të qarkut Lezhës. Dhe për hirës vërtetës për herë të parë nuk u përfaqësu. Dhe është një katastrofë e të dy... Po zoti Nufi i përfaqëson? Është mirëditor. Okay. Me origjinë është mirëditor, është nga fani i Mirditës, lindur i rritur në Kukës. Babai i tij ka qenë një mjek shumë i njohur në Kukës. Ky ka mbaruar për jurist. Pra është... Pra përfaqëson... Është mirëditor. Është lëvizje pozitive për veriut, me që e kishin... Është katolik, i përket pjesës më të madhe të 80% dhe ka bërë një logjik shumë realisht, është Është lëvizje e mirë. Është dy hapa para. Është njëri i cili nuk ka një profil të fortë politik. Pra nuk krijo konflikt me kryetarin e Bashkisë. Me rrymat me klanin që mund të ketë Partia Socialiste. Jo, me kryetarin e Partisë Lezhës, i cili nuk lën realisht protagonizëm politik mbi kokën e tij. Pa diskutim në gjitha informacionet që ka mund pret një rival realisht të denjë nga e djatha për kryetar bashkie, nuk e di sa të finalizohet direkt, por mund të ketë një nga kandidatët më të vështirë që mund të ketë pas të paguën e të gjithë mandatet e tij. Duhet të pyesje, se sigurisht jemi duke analizuar realitetin politik, zhvillimet apo të rejat më të fundit, por për te njërës ofertë do kemi, besoj për së shpejti edhe Partinë Demokratike, e cila do dalë me mënyrën, pra do dalë me një plan të qartë se si është duke e organizuar... është protesta një herë. Po, kemi protesta nesër, e vërtet. Një më lartë se nesër, më dalë se 2 mars. Pyetja, protesta apo rivalet e... Ti e kuptoj pyetjen time, thash për te protestës, cila do jetë nesër dhe ne do e ndjekim live në Euronews Albania. Partia Demokratike... Pyetja ime ishte shumë e qartë. Po, Partia Demokratike... Sa sfiduese është gjitha kjo për Partinë Demokratike? Pa diskutim është shumë sfiduese, sepse janë shumë hapa para, pra janë në shpejtësi janë shumë më para se Partia Demokratike, por duhet të them diçka tjetër që Partia Demokratike, kandidatët e fortë të saj, të cilët mendojnë që mund të bëjnë përmbysje, siç është Lezhë, Kurbini, të pakën flas qarkun e Lezhës që unë e njoh shumë mirë, sepse Bashkia e Mirditës, këtë e them me bindjen e plotë, është bashkie konsoliduar, vështirë të lëvizi nga Istakami, edhe pse Mirdita dhe mirditorët në përgjithësi njihen si elektoral rebel, pra mund të bëjnë ndryshime të jashtëzakonshme, histori ka treguar, por kandidati i Bashkisë Mirditës, i cili përfaqëson të djathtën, këtë e them jashtë çdo lloji interesi, është një nga individet me integritetin më të lartë që mund të ketë. Do na e thuash? Albert Melyshi është kandidati që vazhdon, jo kandidat, është kryetari i bashkisë, por që do të jetë kandidat, sepse Sali Berisha, doktori, ju ka thënë të gjithë 6 kandidatëve fitues të së djathtës do jeni po prap do merrni mos i vendosi. Do ishte gabim shumë i madh. Pra, di pse pyeta, sepse duke qenë se shihen herë pas here surpriza nga njëra anë, do kishte surpriza nga ana tjetër. Qarku i Lezhës do jetë... Asa që thotë me të drejtë Eldari, përveç Lezhës, Kavaja shumë e rëndësishme. Dhe Kavaja ka qenë një fitore shumë dominante që i ka bërë në zgjedhjet e kaluara Partia Demokratike. Edhe pse në atë... Të dyja kanë qenë dominante, edhe Mirdita dhe Kavaja kanë qenë dominante, bindshëm dominante. Bindimi vota diferenca. Përveç asaj se përmendet ti se ti je një shumë mirë Mirdita, unë po shkoj tani te Kavaja dhe më kujtohet shumë mirë që u mori dhe zoti Saljani. Pra, zoti Saljani nuk do jetë
ose ndoshta edhe mund të jetë Jo, kjo është zgjidhje personale e kryetarit bashkisë dhe ata kanë një miqësi, pra Seljani nuk është puna se mund t'i dali kundër. Pra ishte Unë sigur u bashkuan demokratët në zonën e Karvajës. Zoti Deliu, përsa ne nëse i referovi pushtetit lokal, pra garës për pushtetin lokal, këtu rregullat e lojës ndryshojnë sepse humbet pak ajo tipologjia partijake. Pra kandidati mund lidhet me individin, mund lidhet me partijën, mund lidhet me fisin. Me Mirditën, po. Dhe Pritës e vërtetës ka qenë nga fitoret më cilësore që ka patur e djathtë. Kavaja, Vaja, Mirdita, pastaj me Malia i ka qenë surprizë, edhe pra ishin disa bashki që nuk priteshin, edhe ishin në një të rrethuar, sidomos po flas me Malia, ishte rrethuar në një zonë të kuqe komplet harta po të shikosh qarku Gjirokastës. Por gjithsesi, unë mendoj që Partia Socialiste ka sfidë shumë madhe në këto bashki, por edhe në bashki të tjera, sepse konsumi i tepërt i pushtetit, patjetër që do japi një impakt. Nëse do vijojë edhe kjo situata me efekte që do japi, do ta diskutojmë ndoshta në pjesën e dytë me çështje ndërkombëtare, impakti që ato japin dhe valët që vinë edhe në vendin tonë, patjetër që sfida do jetë më e madhe atje dhe, por gjithsesi, pavarësisht asaj, unë rikthehem tek thelbi. Ndryshimet kryesore që ka bërë Partia Socialiste, gati 60% janë bërë në kryeqytet. Pra, me sa duket, betejë kryesore që do ketë dhe frika më e madhe që ka zoti Rama është kryeqyteti. Prandaj ai ka sjell të gjithë artillerinë e rëndë, e ka sjell të gjithën në kryeqytet. Kryeqyteti. Ndërkohë, unë ja lexova pak zotit Deliu, po e kaloj te zoti Dede më pas. Janë thënë disa deklarata nga zoti Rama, do kem mund që t'i lexoj unë shumë shkurtimisht, i citoj më saktë, se prandaj kam në letër që mos të gaboj në perifrazimin e tyre, po e nis me atë që e pyeta dhe zotin Deliu për atë çfarë tha zoti Klosi ditën e sotme, teksa u ndal në Fier, që e konfirmoi edhe një herë punën e zonjës Balluku, dhe më pas Kavajën që e konsideroj një lloj gabimi fëminor. Dëgjoj tani, sa i përket Fierit, në Fier është bërë ajo që nuk ishte i imagjinuar për ish vërtetës. Duhet ja njohim atë merit, kemi natë sa dojmë, ajo bërë një shkputje të jashtëzakonshme. Luajti me gjithë aktorët, luajti edhe me aktorët opozitar. Qytetërisht, këto kohë të fundit kam mësuar se arriti të krijoj komunikim, lidhje komunikimi edhe me aktorët opozitar shumë të rëndësishëm që i përkasin qarkut Fierit, dhe kjo është një e vërtetë e madhe. Në politik duhet disht komunikosh, duhet disht krijosh aleanca, duhet disht të joshish, ti miklosh, po patë mundësi mi miklu, pushteti e ka këtë gjë, pushteti e ka. Ka është fitore historike, por duhet të thamë dhe diçka tjetër. Jam shumë unë kam një mik timin fëmijërie, po mund ta konsideroj. Ai jeton në Myslimshyr. Lind dhe rrit babai në Myslimshyr, veta i Myslimshyr, dhe çuditërisht kur unë po futeja për të parë ku janë të regjistruar, se kështu kisha një interes timin për të verifikuar se në atë kohë punonin për një, që donin verifikonim këtë gjë, dhe më dolin në një fshat Lushnjës. Dhe kishte 18 muaj që jetonte një fshat Lushnjës Grabian. Në Grabian, u habita. Edhe e marrë telefon, çdo këta Grabian. Skema. Tha, unë punoj, tha një institucion dhe kemi atje. Pra, PS-ja kishte 18 muaj që njerëzit që ishin jetonin atje me banorët, hallët, problemet, gjërat, çfarë do që kishin. Një nga arsyet pse PS-ja humbi Tiranën në 2011. Të gjitha arsyet se ku ishin, ku ishin, ata kishin sit elektoratin. Kur PD-ja u fut në garë, PS-ja kishte mbaru punë. Ishin të organizuar në terren dhe kishin marrë një informacion para. Zonja Balluku duhet ja njohim këtë mërit, Leqa thojnë këto tani këtë e kam personale, e di mjaft mirë këtë gjë, ka një organizim të frikshëm. Të frikshëm, drejt pothuajse gati një makineri e organizimit asaj, dhe jo pa qëllim ja jep ai atë dominancë, se Rama nuk pyet dihet ai se kush është i Rama, ka treguar një historinë e vet. Por ja njeh këtë fuqi, ja njeh këtë forcë. Dhe kjo është e vërteta dhe është siç thoshte edhe ai në mbledhjet e Partisë Socialiste, është një Shqipëri tjetër. Kaloje. Në mbledhjet e gruaje kur bëshin këto stafet elektorale, Fieri nuk diskutoi, ishte një Shqipëri tjetër. Nuk ishte, pra, kaq shumë të organizuar janë. Ajo dhe njerëzit e vet. Kjo është e vërteta madhe, keni natë sa doj. Tani pjesa tjetër e Kavajës.
Kavaja dominon jo vetëm që ka një Sa foli edhe për Shkodrën dhe për Lezhën që tha e duan një lloj. Ti thamun dakor. I njoh shumë mirë të tre këto zorë. Kavaja ka një dominancë pikëspari që është lidhet me simpatinë e djaltas atje ju i dini ngjarjet e famshme që kanë ndodhur në Kavaj gjatë 91-shin, megjithatë, por kandidati bëri diferencë. Në Kavaj, kandidati i Kavajës bëri diferencën, i cili po vazhdon edhe sot e kësaj dite, në fund, pothuajse në fund mandatit tij 4 vjeçar, që po mban ritmin, po mban integritetin e figurës dhe përgjithësisht vërtetës ka punuar në investime. Është kandidaturë shumë e vështirë për t'i bërë përmbyt. Po thuj se e pamundur të ndryshoj se e pamundur të ndryshoj Kavaja. Sa i përket Shkodrës tani. Në Shkodër kanë ndodhur shumë gjëra. Shkodra është... I lidhe me figurën e zotit Benet Beci ishte Beci apo me vitet që ka qenë kanë ndodhur shumë gjëra me kompozimin që ka PS-ja